Tani është një tjetër moment solemn i sofrës së Dukagjinit dhe për këtë do të ftoj drejtuesin artistik, poetin Ulash Brigja. Uroj që njeri duke kalu bukur, këto nuk shtojnë asgjë në oreksin e kënaqësinë tuaj, por për ne si organizator janë një vlerësim i madh për ata që na kanë mbështetur në vite, për ata që i kanë dhënë vlera folklorit, tradicë të Dukagjinit. Normal që në mbrëmje kaq të madhe nuk mund të nderohen gjithë, por ne kemi veçuar disa prej tyre. Dhe unë do ta filloj me të parin, burrin e nderuar të Dukagjinit dhe të shoshit Geg Zef Bajraktari. Shoqata Sofra e Dukagjinit i jep titullin mirënjohje zotit Geg Zef Bajraktari me motivacionin pjesëmarrja juaj në sofrën e Dukagjinit është një respekt dhe vlerësim për vendlindjen tonë, traditën dhe trashëgiminë tonë kulturore. Ju jeni një mik i nderuar i aktiviteteve tona ndër vite, prandaj stafi drejtues si shoqatës Sofra e Dukagjinit ju vlerëson me një mirënjohje të veçantë. Me president zotin Vuksan Xhuri, drejtues organizativ zotin Marian Dërshtiqaj dhe drejtues artistik zotin Ulash Brigja. Tungetita ju e gjithë, gëzuar festat e kështjellave e të Krishtinëve edhe gëzuar viti i ri, suksese familjare të gjithë Dukagjinësave që janë Dukagjin edhe jashtë Dukagjinit. Falenderoj Ulash Brigjën dhe Vuksan Xhurin për këtë aktivitet kaq bukur që kanë krijuar dhe temojnë me shumë respekt, pavarësisht të gjithave të tjerave për këtë të ri që i prunë sot. E dhanë kong e vallë, gjenë moqa të rje, vajza të reja, që është një pasuni e paqmoshme e jona, që është ka në zemë të rrisën ka jihun. Ju falër nga zemra Ulash, ty edhe Vuksanin, edhe për jetë të vazhdojnë shtu tradita e jonë e mështarove. Tu nga tjetë e ju. Kjo është jetë gjatë për çfarë me bëtë, faleminderit. Tash unë u kam marrë vajzave se cilës ka një mirënjohje, motivacioni është i njëjtë, e ftojmë mikun e nderuar të radhës. Shoqata Sofra e Dukagjinit i jep titullin mirënjohje zotit Vuksan Drevataj me të njëjtin motivacion. Falenderoj nga zemra Sofrën e Dukagjinit, drejtuesit artistik dhe gjithë pjesëmarrësit që nderojnë këtë sofrë të madhe, këtë sofrë bujarje, këtë sofrë me tradita, këtë sofrë që shpresojmë nga zemra që mos shuhet duk suksese më të rishme sofrës Dukagjinit. Sofra e Dukagjinit i jep titullin mirënjohje zotit Zim Botina i Gargjani me të njëjtin motivacion. Dukagjin në gëzosh sofrën e 3000 e bës. Gëzuar këto festa, ju një moshin e po që i begatin familje të uja të tonë emër për emër. Në gëzosh e festën Dukagjin. Faleminderit edhe për organizator i kësaj sofre për këtë mirënjohje. Faleminderit për ju shumë, respekte e të mira. Faleminderit për mbështetjen tuaj si në Itali edhe këtu në Shkodër. Faleminderit Zim Botina. Mbledhje shoqënim dame. Faleminderit. Shoqata Sofra e Dukagjinit i jep titullin mirënjohje biznesmenit zotin Due Ftoni me të njëjtin motivacion. Dafër dhe zëmotra, një jep shumë krenar që mas 30 vite shmërgim, sot me versojnë vëzhve për modrat e një Dukagjinës, e cilë kur të versojnë njerëzit tu, të versojnë e gjithë njëri e gjithë ku të shkosh në botë. Dhe në qofë se ti nuk versojnë tut,
nuk ke pse vlerëson ku do shkosh as që shkosh të bëhet. Unë nuk kanë lënë shumë vlerësime, por për mendimin tim, vlerësimet u takojnë ju, që jeni këtu, dekuratat, mirënjohjet, të të natë që meritojnë u takojnë ju si rritifin këtu, që punojnë këtu, që ndërtojnë këtu. Dhe së në takojnë ne që u këna thë shpinën dhe këna marrë fmite që u atje që janë drejt asimilimit. Je ure madhe ku do që nëllash. Ju uroj gëzuar të festa të fundvitit. Zoti u bekoft, ju familje tuaja, e shqiptar kudo që janë, e në veçanti Dukaqin si deni e Shkodrën. Falenderoj grupin ndërtues të këtij sasofre Dukaqinit, të aktivitete që nuk e lanë me vdek, edhe pse këna zbrit port, dhe unë nuk e linë me vdek vlera tona që i këna pasat forëve tonë, e uroj vështërat mirat edhe gëzuar për shumit të festa, zohi me kofte danëve. Falenderit shumë për respektin. Falenderit për gjithçka që keni bërë për Dukaqinin dhe traditat e tij. Falenderit. Shoqata Sofra e Dukaqinit i jep titullin mirënjohje Emanuel Gështenja me të njëjtin motivacion. Emanuel një djalë i ri që kontribon shumë për folklorin dhe për sofrën e Dukaqinit. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, jam shumë mirënjohës për këtë dekorim. Ju uroj gëzuar ditën e ri, qoftë një ditë e mirë për gjithë. Faleminderit. Shoqata Sofra e Dukaqinit i jep titullin mirënjohje Zotit Gjim Logu me të njëjtin motivacion. Kam parë nga herë, por gjithë pas e pa dhe me. Falenderit Sofra e Dukaqinit, falenderit bashkëpunëtar, falenderit emigrant, falenderit gjithë sportin e Sofrës Dukaqinit. Suksese edhe ty në bujtinën Troja Delmia Adempe. Urime, faleminderit. Shoqata Sofra e Dukaqinit i jep titullin mirënjohje grupit Besa Shosh, Zotit Ndoc Fusha. Shumë faleminderit për gjithë ju që jeni këtu, gjithë ata që na ndjekun. Faleminderit Sofrës Dukaqini, me president Vuksan Xhuri, Lula Shprizën dhe Marian Erstiqin që jeni ndjekun dhe po vazhdojnë shumë bukur me këtë rrugë vlerave tona. Jam mirënjohës për vlerësimin që më kanë dhënë dhe do mundohena të bëjmë edhe më shumë në takën. Faleminderit. Shoqata Sofra e Dukaqinit i jep titullin mirënjohje Zotit Kujtim Zenelaj me të njëjtin motivacion. Kujtim Zenelaj, një maestro i muzikës në dasmat dhe gëzimet tona familjare, është i pranishëm gjithmonë, por edhe në sofrën e Dukaqinit. Faleminderit. Faleminderit gjithëve, i përshëndes gjithëve, gëzuar festat dhe me drejt me thonë shumë që je pa Dukaqinas, edhe unë Dukaqinas jam pa. Respekt, faleminderit dhe juve. Shoqata Sofra e Dukaqinit i jep titullin mirënjohje Zotit Koldushku me të njëjtin motivacion. Përshëndetje për vetëm, gëzuar këto festa, për shumë vjetë e zatë për të. Faleminderit të gjithë shoqërinë tënde. Je shumë i mirë. Në qoftë se kena lanë dikan për një mirënjohje që e ka meritue, ju kujtojmë se kena aktivitete tjera dhe do të kujtohen herën tjetër. Faleminderit.